Në 78-ën jam martuar unë, edhe ka pas një djalë nga martesa e parë. Ka qenë shtatzane dhe njerëzit e panë që ishte shtatzane e vojtën e martuar ke Zeqiri. Pra Zeqiri nuk e ka djalë ato të vërtet? Nuk e ka, po i ka dhënë mbiemrin e vet. Kur marrë që këti kapën e pronësisë, më del në pjesë ky djali. Thot, është risku im, thot. Është risku im. Për shkak të dokumentave mund të jetë risku i tij, por ai në ndërgjigjen e vet e kupton që nuk ka lidhje me të ndjeri Zeqirin dhe nuk ka asnjë lloj pasurie. Nuk tregon ndërgjegje, sa është njëri nuk e prish dot boja. Unë do t'i lutesha Fatosit që ai të flasit një të vërtet, edhe mua të më jepi një të drejtë.